Mal nëse kujtohet mu herën e fundit kur kemi bo prognoza parafërsisht, mendoj që tu dikon ka qenë prognoza e. Po, vetëm nëse do të me pas parasysh që këtu nuk ketë përfshimën diaspora. E kuptoj, thash parafërsisht, si trend, si logjik, ka qenë ideja që dikun kthehet rezultati paka shumë i shkurtit. Tash mund të ketë, unë përshët që ai 42 i shkurtit mo nuk ndodh, po nuk ndodh as do një rritje shumë e madhe, do të mund më bo 44, ose diçka e tillë, po nuk bëhet në asnjë rast 50, e tjera. Do më thonë, këto dëshirat e fantazit të profesor Ramabojës, i nisha atje, ato këtë herë... se flasi ma vonë. Po, si me thonë ma 2 vjetë, mujna me full, po qëto zgjedhje, sa dush për ti. Po më qëdit se sa po zgjedhje vjen, edhe i këshyrë procesës e kuptu halo. Po, ato e krejtë vëzvës tash. Prit. Po, jënë ato do kutia këtë vëzvësit. Mirë, mos me vjen këtë se ati njës të shuaj që të qysh pja qëllën. Tu e po që u kry kjo punë, apo kuptën, që ka që është, nuk bërë mo, po mirë, si dushti. Mish të kalëzëm që ka që ka pasë edhe Ibrahim Rugova që të ishin fitus absolut, vazhdo. Jo, unë më falë, fitus absolut, mu po më dhime të kështë po më nënë që ka halo mu shtu. Se fitus i zgjedhjeve naturisht është dhe bëja me numërën. Këja është fitus në kuptimin politik, sepse të përfshi zotin Ramaboja, ju në mytë të e proklamu, do me thonë dështimin edhe mos... Aleonca, nuk o këja mu. Mirë dhe. Së është mirë dhe. Okej, Aleonca, në regull. Do me thonë ajo ideja që nuk e kalon pragun, po shihet që bënd që me kalon pragun. Dhe mund t'i ketë 7 ndështë 8 deputet. Tjetra është, do me thonë, efekti vjosa është këgjej vëkt. Do me thonë, nëse nëse morë... Këgjej vëkt. Nëse morë... Një t'ylle. Okej, vëkt, po. Nëse e me rezultatin e shkurtit, do me thonë, të zgjedhjeve, do me thonë, shkurtit ju dhëtorit, dhe këja pa vjosën i ka pos fix që ta numra. Do me thonë që ka u bo zhurë me madhe për fenomenin ose faktorin vjosa, po shjetë që nuk është, ku me ditë qka tash, nuk e dim që ka kishë ndodhë pa vjosën. A i shkon ma i dëpt rezultati, a ma i mirë. Po, është për diskutim. Ama nuk është, a i që është pritë, do me thonë ideja që të shkojnë dhe këja 20-25, do të bëjtë një fa revolucioni, edhe këtu si duket e ka pos me gjithat kurtin e instinkt matë mirë se pjesa tjetër, që e kam vlerësu që nuk është najtë dëmi madhë me largu vjosën. Natyrisht që është budallak që tash i vjen puna me hinë zedhje për shkak vjosës e me marrë ma pak vota. Edhe me up numër deputetve edhe të shojmë tash në fund